Në Prishtinë u hap ekspozita kujtesa në fotografi, xhamitë e shkatruara në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe Kosovë gjatë viteve të 90-ta, organizuar nga Bashkësia Islame e Kosovës në bashkëpunim me Riasetin e Bashkësisë Islame të Bosnjës dhe Hercegovinës. Kjo ekspozit dokumenton shkatërimin e trashëgimisë fetare dhe kulturore gjatë viteve të 90-ta, pjesë e një strategjie të qëllimshme për fshirjen e identitetit fetar, kulturor dhe historik të muslimanëve në Ballkan. Drejtori për kulturë dhe veprimtari botuese pranë kryesisë së Bashkësisë Islame të Kosovës tha se kjo ekspozit paraqet një akt të rëndësishëm në kujtesën historike dhe reflektimin shoqëror. Ndërkaq kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës, Unaim Tërnava, tha se ekspozita pasqyron një kapitull të dhimbshëm të historisë së përbashkët të Kosovës dhe Bosnjës e Hercegovinës, që synoi zhdukjen fizike e kulturore të popujve. Ai theksoi po ashtu se ajo që ka ndodhur nuk duhet të harrohet asnjëherë. Përveç informacionit historik, fotografia është një mjet i fuqishëm për ndërtimin e kujtesës kolektive, për ndërgjegjësimin shoqëror dhe për ballafaqimin me të vërtetën historike. Kjo ekspozit dokumenton në mënyrë të qartë dhe autentike shkatrimin sistematik të xhamive gjatë luftës dhe përfaqëson një akt të rëndësishëm në kujtesën historike dhe reflektimin shoqëror. Aktiviteti i sotëm përfaqëson një kapitull të dhimbshëm të historisë sonë të afërt, një histori që i ka bashkuar dy popujt tanë në përjetimin e vujtjave të dhunës organizuar dhe të krimit shtetëror në dëm të tyre. Si në Bosnjë dhe Hercegovinë, ashtu edhe në Kosovë, ky regjim synoi zhdukjen fizike, kulturore dhe shpirtërore të popujve autokton nga trojtë të tyre shekullore, me qëllim krijimin e një hapësire etnikisht të pastër serbe, Bosnjë pa bosnjak musliman dhe Kosovë pa shqiptar. Sot ne jemi shtetet pavarura, popull të lirë, dhe kemi arritur të rikthejmë aq sa ka qenë mundur vlerat tona të shkatëruara, duke rindërtuar monumentet dhe trashëgiminë tonë materiale. Megjithatë, ajo që ka ndodhur duhet të kujtohet dhe të mos harrohet kurrë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se Bashkësia Islame e Kosovës është një shtyllë e rëndësishme për ruajtjen dhe kultivimin e vlerave kombëtare, duke nënvizuar rolin e saj të veçantë në dokumentimin rreth shkatërimit të objekteve kulturore islame. Në këtë proces të rëndësishëm dokumentimi, Bashkësia Islame e Kosovës ka luajtur një rol të veçantë. Ajo ka kontribuar me informacione të vlefshme rreth shkatërimit të trashëgimisë kulturore islame. Përgjatë historisë, Bashkësia Islame ka dëshmuar se është një shtyllë e rëndësishme për ruajtjen dhe kultivimin e vlerave kombëtare, fetare dhe kulturore në vendin tonë. Kjo ekspozitë organizuar nga Bashkësia Islame e Kosovës dhe ajo e Bosnjë Hercegovinës ka rëndësi të veçantë sepse dokumenton në mënyrë të qartë dhe të argumentuar shkatërimin e trashëgimisë fetare dhe kulturore si pjesë e një strategjie të qëllimshme për fshirjen e identitetin kulturor e fetar të popujve tanë. Muftiu i Gorazhdës në fjalën e tij u fokusua tek vendi dhe roli i xhamive në kulturën e muslimanit, ku mes tjerash tha: "Ne e dim që xhamitë tona nuk u shkatëruan nga individ të dehur, disa grupe apo administrata për qëllime të ndryshme. Ne e dim që ishte një pjesë integrale e sistemit, politika nga nivelet më të larta, me qëllim shkatërimin e simboleve tona më të fuqishme." Kurse përfaqësuesin nga Riaseti i Bashkësisë Islame të Bosnjës u shpreh: "Bosnjakët dhe shqiptarët janë dy kombe evropiane që kanë pasur një fat të ngjashëm gjatë gjithë historisë, pavarësisht vështirësive që kaluan. Forca e shpirtit të tyre dhe vendosmëria për të jetuar në tokën e tyre, duke luftuar për të vërtetën dhe drejtësinë, ishte udhërrëfyese e tyre e vazhdueshme." Ndërkaq, drejtori i Institutit për Hulumtime dhe Studime Islame në Prishtinë, i cili është edhe autori fotografive të xhamive të shkatruara gjatë luftës në Kosovë, foli për periudhën kur ishte dëshmitar i zhvillimeve makabre në vend. Gjatë viteve 98-99, kur lufta mori përmasa masive në tërë Kosovën, forcat serbe, siç u theksuar edhe nga parafolësit më parshëm, sulmuan gjithçka që ishte shqiptare dhe muslimane, shkatruan 218 xhami, medrese, biblioteka, arkiva dhe teqe. Pas përfundimit të luftës dhe shtjerimit të Kosovës, një nga veprimet e para të kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës ishte vizita në teren për të konstatuar dëmet e shkaktuara nga forcat serbe. Më pas,
me mendim të kryesisë u autorizova që të realizoja fotografimin dhe gjerimin e shkatërimit masiv të objekteve dhe monumenteve fetare në teren. Fotografitë ekspozuara sot, të realizuara më shumë se 20 vjet më parë, më kanë rikthyer kujtesën në atë periudhë dhe më kanë dhënë sërish atë ndjenjën e hidhur që kanë ndjerë së bashku me kolegët e mi. Ekspozita e sotme, e realizuar në bashkëpunim me Realitetin e Bosnjës së Hercegovinës, është një çast i rëndësishëm për ta kujtuar se me çfarë jemi përballur, për të mos harruar të kaluarën, por njëkohësisht të jetë mësim dhe një shkollë për brezat e rinj që ta njohin historinë dhe vuajtjet e popullit tanë. Fushata shkatrimtare e forcave serbe u zhvillua pa respektuar asnjë normë morale, juridike apo ndërkombëtare. Kujtesa në fotografi synon të ruajë të vërtetën historike, të nxjisë reflektim dhe të kujtojë pasojat e rënda që shkatërimi i trashëgimisë kulturore dhe fetare lëmbi një shoqëri dhe identitetin e saj. Në Bosnjë dhe Hercegovinë u shkatëruan qindra objekte fetare, përfshirë mbi 600 xhami, ndërsa në Kosovë u dëmtuan më shumë se 200 xhami, së bashku me medrese, teqe dhe objekte të tjera vakëfnore. Në maj të vitit 2026, kjo ekspozitë do të hapet edhe në Sarajevo, po ashtu pritet që ekspozitat i kalojnë kufit mbar shqiptar për të shfaqur edhe në vende të ndryshme të botës. Në Kosovë, kjo ekspozitë do të qëndrojë e hapur për 1 javë.